Miqtë Prizmus, a keni vënë re që në Partinë Demokratike ekziston parimi, po themi, jo vetëm parimi, po edhe statusi i demokratit, por jo i demokratit kush është në parimet e demokracisë, lirisë, veprimit të pluralizëm, në organizim partjak, në zbatim të statutit, në mendimin e lirë dhe të pavarur. Ja, je demokrat vetëm qofse je me Berisha. Dhe të gjithë të tjerët që mund të kenë parime demokratike, që zbatojnë pluralizmin, statutet, mendimin e lirë, nuk mund të jenë demokrat nëse nuk i binden dhe nuk janë me Sali Berisha. Në të vërtetë çfarë është kjo? Nuk është asnjë gjë tjetër. Absolutisht asnjë lloj gjëje tjetër. Përveç se zbatim i doktrinës marksiste-leniniste, staliniste të Partisë Punës Shqipërisë ose partisë së parë me cilën Sali Berisha është pjekur si politikan dhe ka pas eksperiencat e jashtëzakonshme të një politikanit vërtet futur në bazë të doktrinave të kohës. Sigurisht ai në moshën 22 vjeçare, nuk e di sa mund të ketë qenë në vitin 1968, se edhe datëlindjet e tij janë gjithmonë të kamufluara dhe të rrejshme, si dita edhe data, por praktikisht ai në 1968 e dikurshme ka pranuar dy sisteme absolutisht antidemokracitë, cilat janë diktatura e proletariatit dhe lufta e klasave. Në bazën e këtyre dy sistemeve ai ka imponuar edhe Partinë Demokratike me po të njëjtën frym të përçarjes, shpalljes armik të atij që nuk është se është kundra partisë, por që ka mendimin e vet dhe nuk është me leadershipin e Sali Berishës. Në Shqipëri, nëse ti ke mendimin tënd dhe je në Partinë Demokratike, po nuk je dakord me disa zgjidhje ose ide të Sali Berishës, të shpallin armik. I kanë shpallur armik që në vitin 1992 dhe vazhdojnë të shpallin armik që të sot e kësaj dite. Në Shqipëri është e vetmja Partia Demokratike që sulmon me armë, me zjarr, me çakiç, me vare, me dhunë, Selin e vet. Në Partinë Demokratike të Shqipërisë, në Partinë Demokratike të Sali Berishës, sigurisht militantët të linçojnë nëse ti thuaj një element, qoftë edhe një element, jo në dakordsi me Sali Berishën. Në Partinë Demokratike është krijuar bindja e udhëheqësit suprem, sigurisht në stalinizëm e sipër, që normalisht në qoftë se ti dyshohesh se nuk je me liderin suprem, Maximus, që mund të jetë edhe imitimi Fidel Castros, ose bile Fidel Castro mund të quhet si t'ju them tash, shumë më i sinqert se Sali Berisha, sepse ai nuk e lëshoi socializmin edhe komunizmin gjatë gjithë jetës, sa kishte jetë, ai thoshte o socializo muerte. Ndërsa ky, megjithëse ishte njeriu i socializmit, njeriu i komunizmit, njeriu i luftës klasave, megjithëse ka zbatuar në organizatën e partisë luftën e klasave, na ka dhënë moral ne se çfarë duhet bëjmë me demokracinë. Njëri i tillë, i cili sigurisht mbasi ka zbatuar luftën e klasë, diktaturën dhe doktrinën e luftës klasave, po dhe diktaturën e proletariatit, pastaj ka ardhur të më japi edhe mua, edhe ty, të gjithëve që s'kemi qenë komunist, leksione demokracie. Edhe në qoftë se ne për një moment i kemi thënë, ore, kush e ti që na jep leksione demokracie, po ti ke qenë komunist për vete, ne pastaj jemi shpallur përpara militantëve të vet, turmës militanteske, edhe më ignorante edhe më e poshtër se Sali Berisha, sigurisht i bën blok Sali Berishës, jemi shpallur armiq të partisë. Edhe sigurisht jemi linçuar, jemi shpallur komunist, jemi shpallur gati terrorist Partisë Demokratike, njerëz për t'u eliminuar nga partia dhe mundësisht edhe nga jeta, siç kundër ka ndodhur edhe me elemente të tjera. Pra, demokrat në Shqipëri je vetëm kur je me Sali Berishën, me komunistin Sali Berisha dhe doktrinën e Sali Berishës që i ngjan si dy pika uji doktrinës Partisë Punës Shqipërisë ose partisë së vërtet të parë, të dashurisë parë të tij politike, që është pikërisht partia staliniste e Enver Hoxhës asaj kohe. Kjo vazhdon edhe sot e kësaj dite. Dhe kjo është arsyeja e humbjes plot në zgjedhje e partisë.
demokratike të Shqipërisë, partisë së Sali Berishës, sepse aty sigurisht funksionon parimi i fshehtë, i kamufluar i luftës klasave, kulti i individit stalinist, njësoj si në partinë e Enver Hoxhës edhe në partinë e pyllot byros të byros të deri të viteve 1955 në Bashkimin Sovjetik, dhe në momentin që u dënuan krimet e Stalinit, të gjithë ata, Enver Hoxha, ata që e kritikuan, përfshi edhe Khrushchevin, i shpalli armiq tradhtar. Kështu shpallen edhe sot e kësaj dite armiq dhe tradhtar, ata që i dalin kundra, nuk janë me doktrinën e tillë të Sali Berishës dhe nuk janë me Sali Berishën në zgjedhjet e tija, sigurisht absolutisht antidemokratike në Partinë Demokratike, të vjedhjes votave brenda Partisë Demokratike dhe të bërtitjes në i vodhen votat në zgjedhjet e përgjithshme. Të vjedhjes votat në gjithë forumet e Partisë Demokratike, nga gruaja, te rinia dhe pastaj edhe te partia, absolutisht grabitjes votave, udhëzimit edhe manipulimit votës në zgjedhjet e tyre dhe pastaj uluritjes pa na vjedh votat kundërshtari politik. Të shkatërimit të statuteve kudo në Partinë Demokratike dhe bërtitjes pothyet kushtetuta nga qeveria dhe nga majoranca. Të shkatërimit të gjithë elementave të pluralizmit të partinë dhe demokracisë brendshme në parti dhe uluritjes pastaj nëpër televizione që po shkatërrohet demokracia dhe po prishet demokracia në Shqipëri. Imagjinoni se çfarë derbederi dhe çfarë njeriu politik kanë militantët ose majmunati, Planet Monkey i Partisë Demokratike që akoma i shkon brapa dhe linçon të gjithë të tjerët në sajt të këtij rrethimi që i bëjnë udhëheqësit edhe cili është stalinisti enverist, Enver Hoxhist, që e ka emrin Sali Berisha. Kjo është Partia Demokratike e sotme e Sali Berishës dhe sigurisht ky është parimi i demokracisë në këtë parti. Nëse nuk je me Sali Berishën, nuk je një demokrat. Dakord miqtë mi?